vetëm nga një fakti thjesht nisëm se tashmë tërë rajoni po bëhet pjesë e këtij projekti. Do të kemi në Shqipëri ndërtimin, në shkrimin e marrëveshjes për ndërtimin e termocentralit të ri në Vlorë, kemi termocentralet në Greqi dhe në Maltëzi dhe në Kroaci. Do tashmë gjithë rajoni gradualisht po mbulohet, do të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor gradualisht kanë hyrë në këtë proces të gazifikimit amerikan, ta quajmë kështu kushtimisht. Tash vetëm Kosova do thotë po nguron, ka dilema, dhe po nguron që të përfshihet në këtë proces. Në këtë drejtim do thotë ky është refuzim i qartë, do thotë, refuzim i qartë nga ana e Kosovës me një projekt rajonal amerikan. Deshëm apo s'deshëm, ne mund gjejmë lloj-lloj arsyetime, mund gjejmë lloj-lloj justifikime publike, jo kosto ekonomike, jo kjo, jo ajo, mirë po e para do, premisa e parë mbi cilën duhet të bëhet analiza në raport me këtë projekt strategjik është deri më tani Kosova ka nguruar që të përfshihet në një projekt strategjik pan-ballkanik me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siç e përmendët edhe ju, do thotë kolumna është shumë e qartë, motivet janë shumë qarta, interesat janë shumë qarta që janë projektuar në këtë temë. Thotë qëllimi final i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç e thotë e dërguara me punë në ambasadën e SBA-ve në Kosovë është që sa më shumë që të jetë mundur të minohet, do thotë, ndikimi energjetik i Rusisë, jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, po ashtu edhe në kontinentin evropian, sepse nuk mund të ketë pavarësim të mirëfillt, autonomi të mirëfillt, do thotë pa pavarësim energjetik. Ne po e shohim sot bota besoj po futet drejt një lufte të ftohtë të re, por jo më me metodhe ideologjike, do thotë betejë ndërmjet demokracisë dhe komunizmit, betejë ndërmjet kapitalizmit e tjera dhe ekonomive të komanduara centraliste shtetërore, por po futet në një luftë për kontrollimin e burimeve energjetike. Kjo është lufta e re e ftohtë. Dhe këtu ne duhet ta shohim qartë se në cilën anë duhet të jemi. Kjo është makroskema e madhe. Dhe disa prej vendeve Anu Pratipati u tha qartë të gjithëve në opedin e saj, në editorialin e saj. Shinët çfarë po ndodh? Kjo interesi i së ardhmes përcaktoni, koha po ikën. Disa prej vendeve kryesore, dy prej vendeve kryesore që kanë zënë vëmendjen e mediave ndërkombëtare, do të për shkak të tensioneve dhe konflikteve që kanë lindur, e kemi Venezuelën dhe Iranin. Mendojmë që janë të rastishme këto? Jo. Pse nuk bëhet problem po e zëm Republika Jugafrikane? Pse nuk bëhet problem një shtet tjetër? Edhe Korea është vend armiqësor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Madje ka edhe armë bërthamore. Po nuk e gëzon vëmendjen dhe peshën çfarë e ka Irani dhe atë që e pat Venezuela. Sepse? Po për shkak se janë dy vende po ashtu me burime të jashtëzakonshme energjetike. Dhe kjo kallëzon të thotë që pikërisht lufta e ardhme për çështjet energjetike është shqetësimi kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mbas këtij dekadave të ardhshme. Dhe interesi primar i SBA-ve është integrimi i këtyre dy vendeve. Integrimi i këtyre dy vendeve në tregun global energjetik. Dhe për ta rivalizuar edhe sidomos mos të madhe Kinën. Këtu nuk duhet harruar faktin që Kina po ashtu është një vend i cili po investon goxha shumë në burimet të energjisë. Në burimet të ripërtreshme të energjisë. Por kjo është një lloj sfide jashtëzakonisht e rëndësishme për hegemoninë e SBA-ve, sepse Kina i zotron 70% të materialeve kritike që nevojiten për prodhimin e atyre pajisjeve. Prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës e para sot janë shndruar në eksportuesin kryesor të energjisë që kanë burime në gaz, në naftë dhe në kësi, dhe po ashtu janë shumë të fokusuara në ato shtete të cilat kanë burime të mbrëmshme për arsye gjeopolitike, kanë mbetur shtetet e izoluara të pashfryzuara. Dhe këto dinamika globale, dhe kjo ndarje e madhe globale reflektohet edhe në rajonin tonë. Kjo është një luftë e madhe, kjo është një betejë shumë e madhe, një luftë e ftohtë e re që më nuk ka motive të konfrontimin ndërmjet demokracisë dhe shteteve autoritare siç ka pasur gjatë luftës së ftohtë ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por kryesisht secili prej vendeve po ka akses më të madh në burimet energjetike për shkak të sigurisë ekonomike, zhvillimit ekonomik e tjera. Ai që pjesë e këtij rrjeti, kësaj arkitekture, vetë kuptohet që ka edhe mbrojtjen e po atij
bloku, nëse më ta them kështu. Absolutisht, do thotë tash e kemi edhe, unë e kam thënë edhe në disa shkrime, një gjë duhet ta kemi të qartë, do thotë qasja duale deri tashme tolerante e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me partnerët e saj ka përfunduar. Sepse ne kemi parë që deri më tani shumë vende evropiane kanë gëzuar sigurinë, e kanë gëzuar mbrojtjen e SBA-ve për shkak të instalimit të projektimit të pushtetit të SBA-ve në kontinentin evropian. Me zero kosto thuajse. Po thuajse me zero kosto, do thotë madje pa investuar shumë duke i krijuar luksin që të zhvillojnë shtetet e tyre të mirëqenies sociale e tjera, në të njëjtën kohë ta furnizojnë ekonominë e tyre me burime të lira energjetike ruse, sidomos nga Rusia. Do të kjo tolerancë strategjike e SBA-ve me administratën Trump ka marrë fund dhe më beso këtu e them po ja loj vetës luksin, them një farë lloj parashikimi profetik që nuk do të rikthehet më ajo tolerancë që ka ekzistuar deri më tani. Edhe nëse nesër largohet, edhe nëse nesër do jetë presidenti Trump kryetari i SBA-ve, nuk besoj që do të ketë kthim mbrapa sa i përket këtij qëndrimi të SBA-ve. Të njëjtat do të insistojnë dhe do të kërkojnë që vendet të cilat janë aleate me SBA, sa i përket politikave të përbashkëta të sigurisë, duhet po ashtu të përfshihen edhe në aranzhmane të përbashkëta ekonomike dhe energjetike. Nuk mund të tolerohet, do thotë, një vend ta gëzojë mbrojtjen e sigurisë së SBA-ve në të njëjtën kohë ta refuzoj bashkëpunimin ekonomik energjetik. Ose të bëj tregtim me rusët. Ose të bëj tregtim me rusët, ose edhe me kinezët. Tash sot për shembull, përpjekja kryesore, sot për çfarë po tham unë, duhet qarta ta themi, është ndarja e madhe ndërmjet tyre që po quhen petroshtete dhe elektroshtete. Kina është vendi i cili po investon në masë të madhe në burimet e ripërtërishme të energjisë për shkak të materialeve kritike që i zoton. Ne kemi parë dhe tensionet që kanë ekzistuar në Serbi. Kemi parë domethënë përpjekjet të tensionet për minerën e litiumit e gjitha këto për shkak të përpjekjeve evropiane në mënyrë që t'i zotrojnë këto burime të rëndësishme, këto materiale të rëndësishme kritike në mënyrë që ta mirëmbajnë energjinë ripërtërishme. Si është energjia sot është sfida kryesore gjeopolitike. Nuk ka sfidë tjetër gjeopolitike dhe do të jenë duke ashpërsu lufta për këto burime. Dhe amerikanët po vendosin gjithë këtë arkitekturë të gazit lëngshëm në Evropën. Jo vetëm të gazit lëngshëm. Gazit lëngshëm fillimisht. Po edhe burime tjera për cilësi. Sepse në këshillën, në rekomandimet që i jipen Kosovës, duhet të rikthehem në rekomandimet që i jipen në Kosovës, edhe vendeve tjera të rajonit, por edhe Kosovës në dokumentin e ri strategjik të departamentit të shtetit i thuhet të qartë që Kosova nuk duhet të marrë parasysh edhe modernizimin e termocentraleve, do që nuk është opcioni që të mbyllën termocentralet, të mos shfrytëzohen burimet nëntoksore të Kosovës, pasuritë nëntoksore të Kosovës, dhe po ashtu është përmendur edhe gazifikimi. Edhe në këtë dokument këtë që sot po insiston që është pjesë e diversifikimit. Diversifikimit është përmendur edhe gazifikimi i linitit si një opcion. Nuk është i vërtet tregimi siç përpiqen. Disa thonë që amerikanët dëshirojnë të mos i lënë të shfrytëzohen burime tjera. Jo, absolutisht. Do thotë të shfrytëzohen të gjitha burimet e mundshme që çojnë ka pavarësimi energjetik i Kosovës, sepse projeksionet e SBA-ve janë të qarta. Do thotë lufta do të jetë shumë e ashpër sa i përket këtyre burimeve, kërkesa dhe kompeticioni për energji do të rritet shumë, dhe nëse Kosova mbetet jashtë kësaj skeme, do të jashtë kësaj skeme, ajo me automatizëm nënkupton edhe dobësim të potencialeve ekonomike. Cili vend nesër do të investonte në Kosovë? Kemi fjalën për investime serioze, se jo investime kështu tulta, po për investime serioze nëse nuk ka garancione që ka stabilitet energjetik. Prandaj mirëqenia ekonomike, siguria, gjitha këto varen nga përfshirja në këtë lloj rrjete.